normale që qershia të shkoj 35.000 lekë, u bëhem. Para disa ditësh pyetëm 20.000 lekë, po tani nuk është normale kjo gjë. Janë produkte, shqyqyr Zotit dhe falenderit Zotit për të jetojmë një vend të bekuar. Konkretisht Vlora ka nevojë për shtim të parkingjeve, ka nevojë për pse jo një projektim i rrugëve të reja, sepse duke qenë që rrugët kanë qenë më të gjëra dhe tani janë ngushtuar, atëherë, dakor, ti ngushton, po duhet bësh më shumë rrugë, më shumë akse rrugore që të çlirohet dhe të trafiku, dhe të shkarkohet tensioni i trafikut. Gjithashtu në takimin e fundit të vitit të kaluar që kemi pas me kryeministrin, unë kam edhe një ide projekt, duke qenë që po vinë dhe aeroporti dhe desha të fisja pak dhe për atë, ne duhet të hedhim të paktën tiketat e para të një linje trami, të paktën në aksin ku është ngarkuar nga pjesa e Rapit, i themi ne, aty ku ndahet Adriatiku me Jonin, tek ujë ftohtë, deri tek skela, tek Kulaçi, tek rrethi i skelës.